Këshilli Bashkiak i Elbasanit ka miratuar rinovimin e kontratës me shoqërinë Eko Elb për depozitimin e mbetjeve urbane në landfill me 27 vota pro dhe 11 kundër. Edhe për këtë vit tarifa do të mbetet 2600 lekë për ton pa TVSH, njësoj si një vit më parë. Vendimi ka shkaktuar debate pasi qytetarët do të vjojnë të paguajnë për një shërbim që sipas opozitës nuk kryhet plotësisht. Me heqjen e incenerimit nga objekti i kontratës, de facto kemi pranuar që ky incinerator nuk funksionon. Megjithatë, pavarësisht kësaj, qytetarët vazhdojnë të paguajnë shumë më tepër. A jeni të përgatitur që në sezonin që vjen i nxehtë mund na përsëritet përsëri e njëjta situatë me zjarre duke sjellur një ndotje masive, një shpenzim fondesh që nuk e di askush se sa ishte dhe skrapata shumë e lartë e atij vend grumbullimi. A është e sigurt dhe mund të kemi rrëshqitje dhe derdhje të atij masivi mbetjesh në lumin Shkumbin? Që jemi me vonesë, se jemi në fund marsit edhe kontrata që juve po kërkonit miratoni tani nuk mund të shtrije efektet prapa vepruese në janar, dhe kjo është çesharake. Në çfarë gjendje jeni sot, sepse me sa di tonët pritës dhe kapaciteti landfillit sot është shumë i vogël se sa ajo që realisht vjen nga Elbasani dhe nga bashkitë e vogla. Jam e sigurt që jeni ndjenit faktit të centralizimit menaxhimit të këtyre mbetjeve. Në ndjenin tuaj, kur do finalizohet kjo dhe cili do të jetë roli i Eko Elbit në transferimin e këtyre mbetjeve nga landfilli jon kundrejt vendit përcaktuar që supozoj do jetë diku në Tiranë. Nga ana tjetër, administratori i Eko Elb, Leli Kaja, pranoi se incenerimi nuk realizohet prej rreth 2 vitesh e gjysmë, por theksoi se një pjesë e trajtimit vijon të kryhet dhe se tarifa përfshin vetëm pranimin e mbetjeve pa marrë shfitimi. Ai shtoi se inceneratori është aktualisht në remont dhe po shqyrtohen mundësi për rikthimin e tij në funksion, ndërsa paralelisht po punohet për ndërtimin e një landfilli të ri. Kryhet normalisht patjetër procesi djegëve, kur kemi bërë vjet mbledhjen po këtu që kemi miratuar çmimin me 26 vetëm për pranim, për trajnim, sipas procedurave ligjore, nuk bëhet procesi djegës pasi ka gati një periudhë 2 vjet e gjys, pasi ne mbajtëm në punë inceneratorin për 7 muaj ndezur, që këta e kemi thënë dhe herë tjera. Aktualisht edhe tashi është në fazë remonti, nga programet e qeverisë kanë ardhur disa grupe të huaja të cilët po merren me menaxhimin dhe me situatën për ta vënë punë inceneratorin. Njëkohësisht po bëhet dhe një projekt për të ndërtuar një landfill të ri ngjitur me landfillin ekzistues, që ti dini edhe këto të tjera, nëse nuk vini dot atje ti shikoni, ose mund të na bini letër me shkrim dhe ne ju kemi thyer përgjigje, kurse për rastin konkret po patjetër bëhet pranimi me 26000 lekë dhe pa marrë shfitimi, 26000 lekë të vjetra. Do të thënë është pa marrë shfitimi. Dhe vjet ka qenë për të bërë 50000 lekë me djegje, por ka kaluar vetëm faza e parë e pranimit, jo me djegje, sepse nuk punon inceneratori aktualisht. Pavarësisht debateve, shumica socialiste votoi pro rinovimit të kontratës, duke lënë në fuqi të njëjtën tarifë për një shërbim që vijon të mos realizohet plotësisht.